nuk mund ta marrësh a priori që do të vot për ty. Sigurisht që ti në kalkulimet tua mund thuash, po, ky është votuesi im. Po ai mund të jetë një votues, mund themi rebel, e gris fletën e votimit as të dëmtuar. Ti nuk e identifikon dot. Mund të zgjedhë një preferencë tjetër, partjake. Por gjithsesi të shohim. Nëse i referohemi listës në zgjedhjet e 2021-shit ishin 910.494 votues në listë, por kanë votuar 484.769 dhe kësaj here presupozohet nëse kjo do të ishte, pasi kanë lëvizur, sigurisht ka lëvizje në listën e zgjedhjeve, që kemi një plus 52.425 votues. Gati është më shumë se sa 10% që atyre që kanë marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 2021, sigurisht duke i mbledhur bashkë, japin, më themi, impakt edhe në vetë pjesëmarrjen, por edhe në rezultatin e zgjedhjeve. Sigurisht që nëse do të kemi ta marrin për të mirë qenë, në mos 52.000, 40.000 do të votojnë nga Tirana, sigurisht që do ketë impakt pasi do kalot edhe 50% që i pjesëmarrjes në zgjedhjet parlamentare të 11 majit të 2025. Sigurisht sa më shumë votues ketë, aq më shumë, më themi, konfirmohet fituesja e këtij procesi. Do të ecim me qarkun e Firit, i cili është edhe qarku që është i dyti për nga radha për numrin e të regjistruarve nga diaspora, është me 32.559 të regjistruar, këto janë shifrat e pasdites dhe besoj janë të mbyllur. Ata po jo, ne diskutuam edhe më nuk ka më proces regjistrimi. S'ka më afat. Madje vlen theksohet që në momentin e fundit kur po skadonte afati i caktuar për regjistrimin e shqiptarëve nga jashtë mesnata e 4 marsit, pati një bum aplikimesh të tilla sa rreth 50 kaluan sigurisht në datën 5. Për shkak se kishin nis procesin në datën 4 dhe përfunduan në datën 5, pra ndryshimin i ditëve. Dhe ndaj Ashtë do më thonë nësë kjo shifër për Firin, duke ditur që është një qark i majt, lëvizja e mandateve mund edhe të mos konsiderohet, por janë 32.559 vota që presupozohet që mund të shkojnë. Nëse flasim për pjesëmarrjen, shohim që në 2021 Fier ka qenë, më them më pak se 50% pjesëmarrje. Sigurisht duke futur dhe numra të tillë, mund të japi ndikimin e tij qoftë në shpërndarjen e mandateve. Fieri është konsideruar gjithmonë si kazani i madh i votave të majta. Tani nuk e dim nëse këto 32.000 vota janë të majta apo janë djathtë, edhe për të parë leximin përfundimtar. Fakti që ka interes për votuar në këtë qark të majt mund të jetë, mund të themi, një arsye për të treguar që banorët e qarkut të Fierit, ata të cilët kanë emigruar, duhet të jenë pjesë e vendimarrjes politike. Mund të jetë një vot konfirmuese, mund të jetë një vot revoltuese. Gjithçka mbi edhe për të parë procesin. Kemi Elbasanin. Elbasani është një fakt, është një qark shumë interesant. Për të të vërtetës, në fillimet e para, ka betejë interesante, po. Kur nisi regjistrimi, Elbasani ishte në vendet e fundit sa i përket procesit të regjistrimit. Ditën e fundit, Elbasani doli i treti ndër qarqet me numrin më të lartë të regjistrimit. Tashmë nuk e dim nëse ka qenë në ndonjë ndikimi strukturave politike të zonës, apo ka qenë ndonjë, më themi, vullnet i qytetarëve të Elbasanit, të cilët e kishin lënë momentin e fundit për të marrë pjesë për të regjistruar në platforma elektronike. Gjithsesi, fakti që kemi 25.000 veta në një pjesëmarrje që kanë qenë diku më pak se 50% e Elbasanit, mund të ketë gjithashtu një impakt të tij sa i përket shpërndarjeve të mandateve. Dhe beteja aty drejtuesit politik janë të Moralizoti dhe Arbian Mazniku. Sigurisht ka disa, më themi, mandate që Elbasani konsiderohet qark i majt, safi i majt komplet, pasi arrit fitoj me diferencë. Tani ky 25.000 votë, nëse përkthehet në vot të majt, mund të ketë një mandat më shumë, mund të shkojnë në mandat e Partia Socialiste në qarkun e Elbasanit. Por nëse kthehen në votat djatha, mund të shkojnë atë barazbeshimin e 2009-s që kanë qenë 7-7. Që të shohim se si do të jetë preferenca e qytetarëve të Elbasanit që regjistruan në Durrës janë regjistruar 25.034 persona nga diaspora, ndërkohë që pjesëmarrja ka qenë edhe këtu as 50%. Për ashtuar Tirana, në qarqet e tjera kanë qenë më pak se 50% sa i përket pjesëmarrjes. Nga 358.730, 161.282 kanë votuar në 2021. Edhe Durrësi ka një ngjashmëri me Tiranën, pasi edhe Durrësi ka qenë një nga zonat që është preferuar në pas ndryshimeve vitet 90 për të zhvendosur, më themi, jetesën e tyre mjaft banorë të zonës, por edhe vetë fakti që disa bashki të qarkut Durrësit, qoftë Krye, qoftë Shijaku, janë bashki të cilat e kanë vuajtur, më themi, migracionin e tyre në drejt vendeve të Bashkimit Evropian, vende perëndimore. Dhe po të shohësh vende nga ku ka pasur më shumë kërkesa, ishte Italia vend parë, Greqia vend dytë. Janë dy vende të cilat kanë emigruar mas shqiptarë. Dhe janë edhe emigrantë të hershëm. Sigurisht, po kanë tërhequr dhe njëri tjetri pasi dihet që ku ka pasur shqiptarë kanë arritur të rreqin atë komunitetin e tyre duke krijuar ato që quhen lagje
lagjet e shqiptarëve në qytete ndryshme të Europës. Dhe vetë pjesëmarrja në qarkun e Durrësit mund të konsiderohet e kënaqshme, referuar, mund të themi që arrin të çojnë mbi 50% pjesëmarrje nëse do të. Mbetet interesante gara e Korçës, ka mbi 20.000 të regjistruar, por është një mandat i ikur nga Korça dhe ardhur në Tiranë, apo ka dilema, a mund të mbajnë barazim socialistët apo mund të fitojnë një mandat më shumë? Në mos gabojmë, Korça është kthyer në qark me numër tek me 11 të tillë dhe sigurisht do duhet që të kenë shumë vota në favor të një kaut të caktuar që mund të themi të pësojnë ndryshimin.